Motra dhe vlezër, ju jam shumë mirënjohës që sot në një ditë pushimi dhe në një orë të ditës kur me siguri mund të bëni plot gjëra të tjera, keni zgjedhur të vini këtu për këtë mikpritje të jashtëzakonshme dhe më besoni që ju jam thellësisht falënderues të gjithëve. Shumë faleminderit. Është hera e parë në historinë tonë të zgjedhjeve që edhe ju, edhe të gjithë shqiptarët jashtë kufive do të kenë mundësi të zgjedhin pa pasur nevojë të vinë në Shqipëri. Dhe në vend se ju të vini në Shqipëri, jemi ne që vim tek ju dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që edhe këtë siç zotuam në krye të herës e bëm realitet dhe tani çdo shqiptare që do të shprehet me votën e vet për drejtimin e vendit ka mundësi ta bëjë pa lëvizur nga vendbanimi i vet kudo ku është jashtë kufive të Shqipërisë. Dhe ishte thënë që në të parat zgjedhje ku shqiptarët e Europës dhe të botës marrin pjesë, fati ynë, fati shqiptarëve të na sillte në një zgjedhje që është si një përballje përfundimtare me historinë tonë, duke na dhënë ne shqiptarëve të sotëm shansin që me një vot t'ia ndryshojmë përgjithmonë rrjedhën historisë. Parafituroheni vetëm me një vot. Një vot për të bërë histori, një vot për të ndryshuar kajen e historisë.